Me mua sot në studio, në këto minuta të këtij podcast, vjen Meliza Krasniqi, studiuese e letërsisë, bashkëpunëtore larë shkencore në Institutin Albanologjik, përkthyese e shumë veprave studimore, hartuese e tyre, edhe njëkohësisht fituese e disa çmimeve. Së fundmi keni marrë çmimin për veprën studimore më të mirë. Shkrimtarës shqiptare 1945-1900. Faleminderit për ftesën. Me gjithë respektin për prezentimin e juaj, po është e vërtet, unë kam marrë 2 çmime tashmë kombëtare, para 2 viteve për përkthimin letrar dhe tani për për studimin tim, si vepra studimore e vitit 2024, me shqiptare 1954-1990, dhe jam vërtet e lumtur për këtë vlerësim që më është bërë. Unë jam edhe nderuar që një vajzë e re, të quaj e re, të bëj gjithë këto punë, aq më tepër kur studiueset femra në letërsi janë të pakta, në mos them janë numërohen. Shkrimtare shqiptare 1954-1900. Kontributi i shkrimtarëve shqiptare në letërsi, mund ta themi Meliza që është edhe gur themeli i identitetit ton kombëtar. Nis këtu nga Parashivish Çiriazi si veprimtare për emancipimin e femrës. Domethënë ajo punoi qysh në kohën edhe kur alfabeti nuk ishte i unifikuar. Për të vazhduar temisin e Kokalari që solli shkrimin e parë artistik në letërsi. Femra shqiptare krahasuar me shkrimtaret e letërsisë botërore vije vonë në letërsi, është pak e vonshme. Më kujtohet një varg i Koçi Petritit, shkruan të një nga poezitë e tij, ku ta dinte gjyshja ime që safo shkryvjesha e zharsandi romane. Kur gjithë jetën shoqe më të afërt e pat lopën e vet le romane. Nisin të shkruajnë, vinë periudha historike kur ka një pauzë, më pastaj gradualisht vinë edhe disa të tjera, janë të pakta femrat në letërsi, përfshi edhe ata zërat të tjerë që shpesh herë kanë mbetur të padëgjuar, shumë fjalë kanë abortuar para kohë dhe nuk janë shkruar asnjëherë. Është e vërtet, gruaja në letërsinë shqipe, hyrja e autorës në letërsinë shqipe është e vonë, por mendoj që përgjithsisht letërsia shqipe është e vonë. Domethënë se cilin aspekt, qoftë ai të shkruar nga burrat apo gratë. Më lejo të them më së pari se ndarjen e tillë, do të thotë shkrimtare shqiptare që të arsyetohen në farë forme, unë nuk e kam bërë pse ato janë ngra, po e kam bërë sepse kam di që i është bërë një padrejtësi atyne, sepse nuk janë të përmenduna në asnjë kurikul, në asnjë program shkollor, jo në historinë e letërsisë, dhe mandej, siç the përmende ato veprimtare të para. More t'i përmenim edhe ato ma herët Teuta, Tleva, gjitha që kam bërë diçka për kulturën, identitetin shqiptare, kështu me radhë. Dhe kam bërë një krahasim po ashtu edhe me letërsinë botërore, dhe kam pa që nuk është ky fenomen që ka ndodhur vetëm në letërsinë shqipe, është një fenomen global. Gjithkund gruaja në letërsi është kyç shumë ma vonë, sepse fillimisht ajo ka qenë vetëm një subjekt i autorit. Nëse kthehemi krejt prapa në historinë e letërsisë, kur e përmenim Iliadën, Odisejnë, aty e kemi... Që nga eposi homerik. Aty e kemi Helenën e Trojës, e cila nëse për asgjë tjetër ajo mbahet mend si moll sherri që ka shkaktu luftën e Trojës. Pra ka qenë një objekt që Homeri ka përdor për me kriju Iliadën. Në anën tjetër pastaj prap te Odiseu e kemi Penelopën, e cila pret kthimin e Odiseut, pra në farë forme ajo simbolizon besnikërinë
e kështu me radhë. Dhe përgjatë gjithë historisë së letërsisë, mandej edhe me vënien e personazhit gru në qendër si krye personazh, te Ana Karenina, te Zonja Bovari e kështu me radhë, ajo pra është përdorë si diçka që simbolizon diçka tjetër, por për krah burrit gjithmonë, si grua, si nën, si motër, si partnere e tjera. Edhe në letërsinë shqipe ka fillu kështu. Nëse kthehemi edhe në letërsinë shqipe, ato shenjat e para të gruas në letërsi, e kemi te letërsia e vjetër, në formën e Shënmërisë. Për shembull Julva Ribova, gjella Shënmërisë, ai flet për jetën e Shënmërisë, po e bën atë më njerëzore, nuk e bën të shenjtë dhe e dim si thua se flet për një grua, qoftë ajo në këtë rast Shënmëria. Blegtoresh Shënzante, Budi, Pjetër Budi, pastaj e kemi gru në qendër fillon ta ketë Jeronim Derada me Serafina Topin dhe personazhe tjera, por hyrja e saj në letërsi është dikun në vitet e 30-ta, kur letërsia ka qenë, si me thonë, midis dy luftrave botërore e ka pas një liri. Liri në shkruar, liri në të shprehurit, ka pas një, si me thonë, koha, unë mendoj që vitet e 30-ta në letërsinë shqipe përkën me letërsinë nëse krahasojmë me gjitha letërsitë evropiane, siç është shkruar në Francë, në Amerikë, edhe në Gjetiju, edhe letërsia shqipe do të thotë ka qenë aty. Forma e tregimit shkurt, gruaja ka shkruar me pseudonime, edhe në letërsinë shqipe fillon kështu. Përpara Musin e Kokalarit, unë e kam identifikuar që kemi një shoqe klasës të Musin e Kokalarit, po është Selfi Gjeziu, e cila ka fillu me shkru me pseudonim, ndonë se ajo vepër shkruan shumë më vonë, mirë po unë e kam identifikuar se njëra ndër të parat. Pastaj është Mbesa e Ismail Qemalit, duket, e cila Lucie Sereqi, dhe është nana e studiusës së minjohur Klara Kodra, Jolanda Kodra, me origjinë italiane. Ajo shkruan për kthen shkruan kritik dhe është shumë e zëshme në kohën, sidomos në atë kohë kur diskutohej se cili është poet kombëtar, është Gjergjfishta e Naim Frashëri. Ajo do të thotë shkruan për të dy një lloj shime gjatë që sot mund të konsiderohen monografi. Në këtë vorbull të ideve, të revistave të ndryshme, gazetave që dalin, e kemi emrin e Musin e Kokalarit, e cila boton libër më vete. Dhe ajo pra shënjën hyrjen e autorës në letërsi, sepse sidoqoftë në për gazeta e revista ke mund të shkruash me pseudonime ose me emën të vërtet, mirë po ajo që mbetet është vepra Musin e Kokalarit, siç më thot në Nua Plak në vitin 1939. Unë kam pas fatin që ta studioj veprën edhe letrare, por edhe jetësore të Musin e Kokalarit, sepse kam pas doktorat, e kam zgjedh, kur e kam dëgju që dhe e kam kuptu se ajo ka qenë dhe ka shkruar 3 vepra, kam qenë shumë e lumtur se unë do të merrem me një gru të tillë, shumë dimensionale, e cila ndonë se jetën e ka pasur shumë të vështirë dhe shumë interesant, gjithmonë kjo pjesa e jetës ja ka eklipsu pjesën që ka bë ajo në letërsi. Sidoqoftë jetës së saj të vuajtur, intelektuale, shoqërisë, familjes, edhe gjitha ato. Themeluese e Partisë Socialdemokrate. Po, themeluese, gjitha, po edhe në politikë gjithsesi. Atëre, unë mendoj se për të duhet të shkruhet se ajo ka qenë shkrimtare apo shqiptare dhe kështu të mësohet. Pastaj, pas Musin e Kokalarit, unë kështu si kureshtje, kam hulumtu dhe kam zbulu disa emra cilë vim pas Musin e Kokalarit. Si pas Robert Elsit, një njohësi shumë njohur të letërsisë shqipe, pas Musin e Kokalarit, i cila ka botu librin e fundit me 1944, Sa u tund jeta, deri në vitin 1963, ai thotë që me botimin e veprës Adelina Mamaçe, thotë se nuk ka asnjë autore tjetër grua. Dhe kjo më ka bë kureshtare, ta di, edhe ishim në atë kohën e
Covidit, nuk kishim kështu shumë çfarë të bënim në shtëpi dhe edhe ju rrekës së dimit. Po pse është kjo piknisje në kontekstin historik, Meliza, 1954-1900? Kjo është 1990, pse është kjo piknisje? Atë desha ta them se 44-ën Musini Kokalari shkruan veprën e fundit. Edhe letërsinë e shumë prej burrave, edhe në këtë rast të shkruara nga gratë. Prej vitit 45, kur Shqipnia hen në komunizëm, do më thonë, janë shumë pak ta veprat, sepse fillon një lloj kontrolli, ende jo ashtu i konsolidim si që bëhet ma vonë, sidoqoftë ekziston një diçka, ata thonë gjithçka do të më kone re tash. Një letërsi e re për fëmijë, një letërsi e re për të rritën, një romani i ri, kanë diktu edhe si do t'jenë personazhet, cila do t'jenë tema, këto ma vonë edhe përforcohen edhe ma shumë. Po në fillim dhe aty janë edhe shumë pak emra, nëse bëjmë një bibliografi, dalin se ka shumë pak. Andaj, e para që shkruan në këtë periudhë të realizmit socialist është Olga Çano, që boton libër në vitin 1954. Ajo nuk ka qenë shkrimtare me profesion, pak kanë qenë shkrimtare me profesion të lirë, sikur kanë mund të jenë në kohën e komunizmit. Mirë po, ajo ka qenë një arsimtare, një mësuse, dhe në ato plenumet e letërsisë që e mbajt, është kërku që kushdo ka prirje, pak që të shkruaj, qfar do profesionet dhe qfar do backgroundi që kam pas, prapavije, shkollimi, që të marrin mundime dhe të shkruajnë libra. Fillon Olga Çano, dhe jo rastësisht ajo shkruan letërsi për fëmijë, sepse merret me fëmijë, atë fushë den mas mire, atë psikologjit fëmijëve den mas mire, dhe fillon me Olga Çanon dhe boton veprën hapi i parë në vitin 1954 dhe kjo është arsyeja pse është 1954. Pse është 1990 është sepse këtu nuk merrem vetëm me autoret nga Shqipëria, natyrisht, edhe nga Kosova, Maqedonia e Veriut dhe të Italisë. Sepse edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, në vitin 1990, gjithmonë e përmenim atë 1990-at. Atje bjen sistemi, këtu në Kosovë po ashtu ndodh një ndryshim. Dhe unë e kam lidh me rrethanat, me kontekstin historik edhe kulturor, edhe të vendit tonë dhe të Shqipërisë. Pra bëhet ndryshime. Pas vitit 90, gjithçka është ndryshe. Në Kosovë ndalen gazetat, ndalen botimet e rilindjes dhe fillojnë botime tjera më vete private, kështu me radhë. Edhe në Shqipëri, ato cilat kanë qenë të dirigjuara dhe të kontrolluara nga pushteti, ka qenë vetëm një shtëpi botuese në Enfrashëri, edhe ajo nuk ndërpritet në ato kohë, po mënyrën se si i kanë botu ata librat ndryshon dhe për atë arsye kanë vë këtë kufi, se me thonë, kushtimisht vitin 1990. Cilat janë sfidat, Melisa, me cilat ballafaqohet krijuesja shqiptare në letërsi, duke nisë nga ato në Shqipëri, këto në Kosovë, edhe ato shkrimtarët arbreshet e Italisë. Ato për shembull jetuan në një vend ku nuk ishte ky lloj regjimi, ky lloj cenzure. Kishte një sfidë të përbashkët këto sigurisht. Nuk e di tash varësisht prej personit, varësisht prej kohës. A din qysh, në vitet e 60-ta kanë qenë sfidat ndryshme prej viteve 80-ta, si me thonë, ose në Kosovë kanë qenë të ndryshme prej atyve në Shqipëri ose Maqedoni. Si e përbashkëta gjithë kësaj ka qenë se gratë, unë menoj, ka marrë një përfundim që ato nuk janë marrë seriozisht. Do me thonë, e kam një shembull aty, është shumë interesant, kur Adelina Mamaci e merr një tufl poezish, edhe shkon në shtëpinë botuese, edhe kërkon që t'ja lexon për me i botu. Mirë po, kur shkon aty, është Kuljakova. Edhe a i thot, i lexon ato poezi, edhe i thot, vajzë e mirë, ti më dukesh kështu vajzë e mirë e sjellshme, nuk je për këtë punë, shkom sa me qëndis edhe me bo punë të shtëpisë, edhe leje këtë muhabet, si me thonë. Kjo është një shembull tipik se si ka ndodhur, ndoshta jo në gjithat rastet edhe jo ndoshta se cila ka tregu, po pak a shumë
në këtë farë forme, prej ati momenti që ai ka thonë asaj, deri sot, Adelina Mamaci ka shumë mbi 60 vepra, ribotime 10 tilla, është ikona e letërsisë Shkrimtareve shqipe për fëmijë. Kështu që çka kish ndodh nëse vërtet ajo kish marrë për të mirë qenë ato që ai ka thonë ai. Kjo është, mendoj, njëna prej sfidave më të mëdha. Edhe të qenit grua dhe femër, sigurisht. Po, edhe në Kosovë tash autoret, unë nuk i kam intervistu, po i kam pas, si me thonë, recensionet, kritikat që janë bo post festum atyre veprave në rilindje, ose në gazeta tjera Zëri Rinise, Fjala, ato që kanë qenë të kohës. Dhe për shembull kam pa për një autore për Berushe Gjosha, e shembull, kështu që më ka metë në kokë, ose për një autore tjetër e Mitrovices, po ajo nuk ka botu mandej fare liber se me siguri është ndje aq keq se nuk i ka marrë guximin. Edhe i kanë këtu janë frymëzime libreske, nuk ka të lidhën këtë me atë. Unë nuk po them që niveli ka qenë shumë i lartë, po as nuk është niveli aq i ulët, sepse ato kanë marrë mundimin, kanë shkru, kanë botu, dikush ka vendosur për mi botu që ka pas një kriter edhe një proces gjatë botimit, pra ato kanë vlerë diçka dikun. Nëse kish me qenë një kritik pak ma e lirë, dorëlshume, edhe ato nështë ishin motivu, nështë ishin përmirësu ose jo, tash më varet. Po menoj që kjo ka qenë se jënë konë në nëhien e burave edhe... Si në çdo aspekt, si në çdo fushë tjetër. Po, me siguri. Çfarë metoda analitike keni përdorur, Meliza, për ta bërë këtë studim? Metodat analitike, adin qysh, unë jam nis prej një, se me thonë, teorie, që gratë mi studiu në për faza të shkrimit, kohë të ndryshme në për etapat të ndryshme. Si mas një teoretjenës shumë njohur amerikane që mu më ka pëlqy edhe ka mendu se ajo do t'i përshtatet gjithsesi se cilis letërsi të shkrume nga gratë, Ellen Showalter, ajo thot se gratë shkruajnë në 3 faza. Faza e parë është faza nuk din se si shkruajnë, kanë lexu kryesisht letërsinë e shkruajnë nga burrat edhe i imitojnë ata, do të thot faza e imitimit. Faza e dytë kur ato pak janë më çliruara dhe në farë forme e kanë një lloj rebelimi, jo na shkruajnë më ndryshe. Edhe faza e tretë kur ato e gjejnë identitetin e vet, edhe shkruajnë pavarësisht ngarkesave apo shkruajnë si burr, as si kjo tjetra, as si ajo tjetra. Dhe jam mundu me gjetë, por kur nisesh prej teorisë e ki në kokë edhe e kërkon, del diçka po jo shumë. E kam pa që në letërsinë e shkruar në Shqipëri, kjo nuk mund të aplikohet. Ato kanë shkruar simas metodës së realizmit socialist. Edhe unë kam bë analizë teksti. Qa nuk kupton, kjo është se kam kërku, për shembull është tregim ose roman, e kam shiku se a fokusohet te temat e idet apo te personazhi. Nëse është te temat e idet, unë i kam kërku motivet, temën, idin kryesore dhe kam folë për atë aspekt. Nëse është e personazhet, atëre çfarë personazhi është personazh i rrafsh që i thonë, 2-dimensional, a është personazh i plot, karakteristika tiparet e tij saj, e kështu me radhë, cilat janë protagonist, antagonist, sepse ka qenë ashtu letërsia shumë e bardhë e zi. Në kuptimin që gjithmonë është i miri, e ky për me qenë i mirë do të me pas përballë një të keq. Të bëhet krahasim, të pusha krahasuese. Edhe ajo që më ka bë përshtypje është se gratë e kanë gjithmonë grua në qendër, qoftë në poezi, qoftë në tregime, novela edhe në romane, por është dash një antagonist. Në këtë rast, ato nuk kanë mund që ta vënë një gru tjetër, sepse tash po del prej vetes edhe i kanë qitë burrat. Në këtë kuptim, gjithë burrat pothuajse janë të këqij. Qoftë si bashkëshort, qoftë si koleg, qoftë si shok, qoftë si vëlla, qoftë si udhëheqës. Po, ata gjithmonë janë pothuajse të këqij. Dhe kjo më ka bë përshtypje se
po mërej është pak estisën, nuk ka qenë reale, sepse ka pas aty burra që i kanë ngrit ato që i kanë mundu mi shty për emancipimin e Ato tyre se në kanë ashtu. folur dhe me zërin e të tjerave, ai zëri pa dëgjuar. Po, kështu që kjo është pak a shumë ajo aspekte cilat poezit natyrisht kanë qenë me një temë caktume, në kohë caktume, kanë folë për ndryqimin e vendit, për ndërtimin e hekurudhave, për udhëhecën e tyre, për partin, ka pas poezi për dashurin në Shqipëri ka pas shumë pak, ma shumë kanë shpreh dashurin ndaj fëmijëve, ndaj nanës, po shumë pak ndaj të dashurit ose bashkëshortit ndoshta po, jo kështu sikur qysh ka qenë ajo temë ma dominante në Kosovë, ose qysh është në Itali që shprehen dashurinë dhe mallin ndaj atë dheut, sepse ato kanë tjetër temë, tjetër sensibilitet. Melisa, a mendon që ka mbetur edhe shkrimtarët e tjera pa futur këtu, por arsye nga më të ndryshme, nga që nuk kanë botuar në këtë periudhë, kanë botuar pak më herët, pak më vonë? Adensi, listën kur e kam përpilu, kritere kam pas ato që kam botu liber, sepse është e pamundën me ndjek gjitha gazetat dhe revistat që ndonjë entuziaste në kohë, edhe në periudat caktume ka botu një poezi ose një tregim edhe mandej është shkëput. Po, e kam pas pak të vështirë në rastet caktume sepse disa kam botu edhe mandej kur janë martu e kanë ndru mbi emnin edhe unë nuk e kam ditë ajo në dy persona, po është një person i vetëm e kështu me radhë. Mirë po me njohurit e mia, aq sa unë e di dhe aq sa edhe pse në fund them që kërkoj falje nëse dikush është lënë anash jashtë, por me djenin time, aq unë sa ka mund të bëj, këtu përfshihen për 100% ato që kanë shujt në këtë periudhë dhe që kanë botu libër. Pra kriter ka qenë botimi i librit, jo botimi në për revista, gazeta, sepse për shembull unë kam hasur në disa emra shumë të shumt në për gazeta, e përmendeni Afërdita Skenderi, që ka botu shumë ma shumë se disa autore tjera, po ajo kur libër nuk ka botu. Më ka arë shumë keq që unë nuk e kom përfshi, po mande e kisha prish gjatë parimin që unë e kam ndjek, që mi fut vetëm ato që kam botu libër. Melisa, ku e sheni femrën si studiuse sot? Si studiuse gjithmonë ka qëndru mirë, ndonse si me thonë, letërsia në Shqipe është e vogël. Edhe studiusi nuk është që është në numër i madh, jo aq sa burrat edhe jo aq sa do të dëshiroja, mirë po nuk është nivel të dobët. Ndoshta ka ma shumë në Shqipëri, po ajo ka fillu pothuajse kur kanë fillu edhe burrat, e përmenda Jolanda Kodrën, pastaj Elvira Taron aty e kam përmend si njëra prej themelueseve të studimeve letrare duhet ashtu në Shqipëri, por edhe në Kosovë ajo fillon ndoshta vonë, por unë e kam përmend është Resmije Kryeziu, ajo që boton në vitin 1983 dhe pikërisht shkruan për gruan, por për personazhin e gruas në letërsinë shqipe midis dy luftrave. Dhe mandej është me kryerjen e studimeve, ato janë, si më thonë, janë konsolidu më shumë si profesoresha, por edhe kanë botu libra, dhe mendoj që numri është aty këtu i knaqshëm. Çka pritet tash prej Melisës? Me thonë drejtën, unë Do t'jesh gjithnjë në fushën e kërkimeve. Po, me thonë drejtën, unë po sa kam përfundu dhe kam pasu pyetjet se a do të me vazhdu pas viteve 90-ta, apo diçka tjetër, unë jam duke u marrë me krejt diçka tjetër, momentalisht kam paraqit projekte në Institutin Albanologjik që nuk ka të bëjë ma me gratë, po me një temë kështu më të përgjithshme. Do të hulumtoj për ideologjinë në letërsinë shqipe, sepse mendoj se gjithmonë letërsia shqipe është shumë mbi bazën ideologjike më përpara se sa në mbi bazën estetike, dhe kjo nënkupton se autorët janë
më të mirë edhe më të mëdhej në të gjitha periudhat janë burra. Por nuk e kam kështu si diçka që po mbren, që unë duna më marr edhe me gratë pas viteve 90-ta. Nuk e di a do t'jetë kjo mas 3-4 viteve, mendoj se do të një distancë më e madhe kohore, po deri në vitin 2000 mendoj që do ta kem edhe. Do ta finalizosh. Unë uroj që kur t'i kryesh këto, t'jesh sërish mysafirja ime në Shumë faleminderit, uroj gjithashtu. Faleminderit Melisa. Faleminderit juve.